gjykata konstaton se në këtë seancë nuk jam prezent asnjëri nga të akuzuarit e lartëcekur dhe nuk kemi asnjë informacion nga ndonjë persona apo policë për vendodhje apo persona apo nga policia për vendodhjen e këtyre të pandihurve, andaj ndaj të njëjtave jenë aktiv urdhër arresti ndërkombëtar. Ata krijuan planin e spastrimit etnik të popullsisë shqiptare të ashtu quajtur Reka Keqe në zonën e Caragajit, ku planifikuan vrasjen e mbi 100 personave dhe djegjen e të gjitha shtëpive në shenjë hakmarrje për vrasjen e 5 policëve nga UÇK-ja. Ka shkuar shtëpi për shtëpi me kërcënimin e armëve dhe me forcë dhe kanosje, i detyrojnë civilët që të largohen nga shtëpitë e tyre, i ndajnë burrat nga gratë dhe fëmijët. Këtë të fundit në kërcënimin e armëve i urdhërojnë që të largohen në drejtim të Shqipërisë, kurse burrat i ekzekutojnë në mënyrë të barbartë. Zločin je strašan, zločin je najveći, za taj zločin odgovarali su samo najviši predstavnici Prištinskog korpusa, Treće armije, ali su znači svi u Srbiji zaštićeni od krivične odgovornosti zato što ne postoji politička volja. Dërgoj djali vet, i cili është Sokola Bazi, i cili është i akuzuar këto. Djali vet ma dërgoj ka mu baba ka dekë 17 vjet.